Serbia kishte këtë plan e lezi, kishte gjitha, ishte akademi, në akademinë e tyre ky konstruksion I menduar se si të fusë elementet fetar për t'i përçarë shqiptarët rrjedhimisht për të humbur shpresën e shqiptarëve të perëndimit dhe si është një sot në 2025, a ka këtë betejë shteti të humbur në raport me ta? Realisht. Këto informacione ka I ke bajnë të sakta, të sigurta për publikun që ti di, a I ka shpërnda me miqtuaj në ke punuar agjensitë Kosovës për inteligjencë. Në vazhdimsi, unë kam vendosur në dispozicion të institucionit të publikut Kosovës, apo edhe atyre mezhve, sidomos amerikan, përfshi edhe britanezët, informacionet të cilat kanë qenë të nevojshme dhe të cilat kanë qenë të mundshme për të thelluar, por që nuk kam sidomos nga Agjencia Kosovës për Inteligjencë dhe nga Policia Kosovës nuk kam feedback nëse informacionet janë thelluar, por du ta bëj edhe një çështje publike. Muhamet Fezullah, I cili ka marrë pjesë në luftën në sulmin në Vijin, besohet që dikon 12 apo 13 herë I Tetovës ka pas takime të drejtë për drejtë me Demo Berishën. Personi I cili ka marrë pjesë direkt në sulm. Është I dëshmuar që ka marrë faktuar, po. Që ka marrë pjesë 12 deri 13 herë takime fizike në Maqedoni. Pse nuk keni përgjigje? Keni idenë nga Policia e Kosovës dhe AKI? Dikur ku keni punuar? Dy gjëra duhet. Një përgjigje, s'po them ta keni si në email apo kështu, po të keni një komunikim. Po, është që ne kemi një gabim përgjithësi në shqiptarët. Kemi një inat të shtuar nëse dikush apo ndonjë person apo ndonjë grup ka kapacitete për të ushtruar, domethënë aktivitete inteligjente në terren. Madje ta them një fakt tjetër përpos jo që s'kemi marrë mbështetje. Unë kam pas raste kur në vend se të kërkohem për bashkëpunim jam ftuar si dëshmitar për intervistim. Çka do të thotë se parë nga Kodi Penal I Kosovës, të gjithë ata të cilët eventualisht vendosen si dëshmitar. Do të informacion ose kanë për detyrë ta japin. Po jo që ta japin, por kur ata trajtohen si dëshmitar, ekziston rreziku I ballafaqimit në gjykatë. Por nga angazhimet e strukturave të sigurisë duhet kërkohet bashkëpunimi jo në formën e dëshmitarit, po në formën e bashkëpunëtorit në mënyrë që këto informacione të përdoren për çështje të thellimit të problemit, por jo edhe të ketë ballafaqim, se në rast se për shembull unë do të ballafaqohem në një proces gjyqësor, siç e përmenda me personin në fjalë, për shembull Murad Dërnjani. Në mënyrë automatike mund të jem para një rreziku serioz për shkak kaftësive të cilat ai posedon si një person që ka marrë pjesë në luftat e huaja dhe që është me rrezikshmëri të lartë. Prandaj shteti, institucionet e shtetit, njerëzit të cilët kanë mundësi me dhënë një kontribut nuk duhet me I përdorë në formën e dëshmitarëve, dhe kjo është njëra prej arsyeve se shumë qytetar vinë hapin informacion neve dhe jo institucioneve të sigurisë, sepse të njëjtit kanë frikë se do të ballafaqohen apo informacioni do të rrjedhë. Kemi sinqertë ka pas rrjedhje. Lidhet I keni nga 99 në base në ulëntimin e terrenit. Pa dyshim që jemi nga viti 1999 janë shumë vjetë. Keni bëj dhora të lidhje, keni pasur fokus të përkushtuar këtë. Ju e dini që bashkë kemi nda biseda edhe më herët. Nimi gjatë, kemi takuar në Gjilan pikërisht për çështën fjalë, kemi nda shumë më herët dhe ju jeni nga ata të pak gazetarë që keni pas rast me prek operativisht punën tonë në terren, madje edhe me miqtë cilët kanë qenë pjesë Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, njëri nga ata tani më nuk është larguar nga kjo pikërisht për shkak të punës të jashtëzakonshme që ka bërë, edhe për shkak të natëve. Shoku më I ngushtë I drejtorit të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, Petrit Ajeti, është larguar pikërisht kur ka Petrit Ajeti, edhe pse është I njëjti njëri ndër meritorët kryesorë që Petrit Ajeti tjetër drejtor I Agjencisë për Inteligjencë. Që ta them faktin shumë konkret. Domthonë, marrim shembull shumë Petrit Ajetin. Njeriu I cili ka kontribuar maksimalisht Petrit Ajeti, drejtori I Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, punën e parë që ka bërë Petrit Ajeti ka larguar nga puna. Dhe këto janë të gjitha ata për cilët ju ma parashtut pyetjen se çështjes së bashkëpunimit eventual. Ta marr një djalë, një major lufte që ka udhëhequr një batalion të luftës në luftën e Gjilanit, ka qenë njëri ndër themeluesit të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, ka kontribuar maksimalisht që Petrit Ajeti të vjen në krye të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, I njëjti është larguar nga puna pikërisht nga Petrit Ajeti. Këto jemi ne, këto jemi ata që parë nga aspekti dhe analiza e mirë e sigurisë, këto e kanë dëmtuar personalisht. Në do të kisha kapacitete ligjore, do ta kisha pa nëse Petrit Ajeti këtë punë ka bë për me largu majorin e Ushtrisë Kombëtare të Kosovës nga puna operative AKI-së për llogaritë të tjera. Prandaj çështjet e sigurisë janë specifike.